Vendimi për ndalimin e monopatinave, sipas qytetarëve dhe bizneseve, është kthyer në pengesë. Përfaqësues të këtyre subjekteve shprehen se nuk janë kundër rishikimit të ligjeve dhe rregullave të qarkullimit, por theksojnë se ndalimi menjëhershëm ishte i nxituar. Jam shumë pro rregullave të reja, ligjeve të reja, diçka që sa vjen e masivizohet, duhet që të rregullohet patjetër me një ligj më specifik, por nuk mund ta bësh kaq drastikisht. Ne kemi mbyllur tani biznesin tonë dhe jemi duke pritur kismet, nuk i dihet çfarë do bëhet. Nga ana tjetër, edhe përdorues të këtyre mjeteve shprehen se ndalimi ka sjellë pengesa në përditshmëri, pasi monopatina për ta ishte mjet pune dhe transporti i përditshëm. Problemi është më i madh te kalamajt, sepse edhe kjo u bë edhe për ne e bezdishme kur i shifshim rrugë që shkoshin 2-3 vet, hyp 2 vet në skuter. Kalamaj pafund me skuter që nuk ata s'ka kanë idenë çarkullimit rrugor. Më ka ndryshuar komplet përditshmërinë time. Vajtje në punë, kthimin nga puna, qoftë dhe bërjen e një pazari. Në qoftë se dikush kapet pa kaskën, të drejtë ka policia t'ia konfiskojë. Ai është rrezik për veten e vet dhe rrezik për atë tjetrin. Të vendosen ca rregulla, të vendosen fillimisht ca rregulla dhe pastaj të merren hapa të tilla për t'i bllokuar. Qytetarë dhe biznese u mblodhën këtë të mërkur para Komisariatit të Policisë Rrugore në kryeqytet në shenjë proteste. Ata janë paraqitur edhe me dokumentet e nevojshme për tërheqje të monopatinave të sekuestruara, por ju është komunikuar se mjetet do të mbahen të bllokuara në një afat 30 ditor. Pas takimit me shefin e Komisariatit Rrugor, dëgjuam që do të mbahen mjetet për 30 ditë të bllokuara për shkak se gjatë kësaj periudhe do rregullohet me ligj se si do të qarkullojnë mjetet elektrike në qarkullimin rrugor. Vendimi për ndalim të përkohshëm të monopatinave u mor në 12 tetor, ndërsa një ditë më pas u bë ndalimi i mjeteve që qarkullonin në rrugë. Masat u morën për shkak të shtimit të rasteve të aksidenteve që kanë përfshirë këto mjete elektrike.